Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allahu i lartësuar ka për të ndihmuar ata të cilët e ndihmojnë atë. Ai që i mëkan musliman është Allahu. Musliman thjesht bëjnë shkakun, shkaqen. Ndihma zbret nga qielli, gjithçka zbret nga qielli, por me kusht që të plotësohen kushtet e fitores në tokë. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allahu i lartësuar ka për të ndihmuar ata të cilët e ndihmojnë atë. Ky është një rregull. Kush ndihmon Allahun, domethënë ndihmon fenë Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar ka për të ndihmuar. Inna Allaha la qawiyyun aziz. Allahu i lartësuar është i fortë dhe ai është ngadhnjyes. Allahu është i fortë, kështu që çfarë do lloj pushteti, çfarë do lloj fuqie përballë fuqisë së Allahut nuk ka për të rezistuar. Kush ndihmon fenë e Allahut, Allahu ka për të ndihmuar. Dhe kundërshtarët e atyre që ndihmojnë fenë e Zotit, që mbrojnë vërtetën, që mbrojnë të drejtën, sado të kenë pushtet, sado të kenë pasuri, sado të kenë fuqi, nuk mund të rezistojnë fuqia dhe pushteti i tyre përballë atij që është aziz, që është më i forti. Dhe gjithashtu, sado që të kenë krenari, kundërshtarët e të vërtetës, kundërshtarët e atyre që mbrojnë fenë e Zotit, do të shuhen, sepse Allahu i lartësuar është ngadhnjyesi. Dhe Allahu i lartësuar do t'u jap ngadhnim, do t'u jap pushtet atyre që ndihmojnë fenë e tij. Pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur shkaqet e fitores, kush janë ata të cilët marrin fitore, dhe kjo në një farë mënyrë është shpjegim e ndihmës që jepet Zoti, që jepet fesë Allahut. Kush është ndihma? Alladhina yamakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu al-umur. Allahu i lartësuar ndihmon ata të cilët nëse do të mëkëmben në tokë, nëse do të marrin pushtet, falen namazin, japin zakatin, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe përfundimet e punëve janë dorë të Allahut të lartësuar. Domethënë muslimanët që ndihmohen, që marrin ndihmë nga Allahu, që mëkëmben në tokë, se ai që i mëkon muslimanët është Allahu. Muslimanët thjesht bëjnë shkakun, shkaqet, dhe ndihmën e sjell Allahu i lartësuar. Ndihma vjen nga qielli, por ndihma do të zbresë për muslimanët nga qielli atëherë kur muslimanët e përmbushin kushtet në tokë. Ndihma zbret nga qielli, gjithçka zbret nga qielli, por me kusht që të plotësohen kushtet e fitores në tokë. Dhe këto kushte janë falë namaz, dhënia e zakat, udhërim për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Nëse muslimanët që kërkojnë fitore nuk janë të gatshëm që të falen namazin rregullisht, të japin zakatën e pasurisë, por nëse do të marrin pushtetin, do të korruptohen, do të vjedhin, nuk janë të pastër, nuk janë ndershëm, nuk janë çiltër, nuk kanë disiplinuar, edukuar veten e tyre që nëse do të kenë në dorë depot, pasuritë dhe thesaret, do t'i vënë dispozicion nevojave të njerëzve, por do të bëjnë sikur se bëjnë zullumqtarët, siç bëjnë qafirët, siç bëjnë tiranët, shtypsit. Në këto kushte nuk ka jep Allahu i lartësuar pushtetin muslimanëve. Pushtetin muslimanëve do ta marrin për të vendosur drejtsinë tokë, jo për të përhapur padrejtësi, korrupsion, prishje dhe shkatrim. Qoftë edhe mes qafirave. Nëse muslimanët janë tillë që do të zaptojnë pasuritë e jo muslimanëve, do zhvasin pasuritë e tyre, kjo mund të bëhet shkak për rënien e pushtetit të tyre. S'lejohet padrejtësia si ndaj muslimanit edhe ndaj jo muslimanit. Pra, falën namazin, japin zakatin, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. E para ka të bëjë me lidhjen e robit me Zotin, falën namazit. Nëse muslimanët nuk kanë lidhje të saktë me Zotin, nuk ka ndihmën Allah. E dyta ka të bëjë me nevojat e njerëzve. Nëse muslimanët nuk kanë ndërmend kur marrin pushtetin që të plotësojnë nevojat e njerëzve, të ndihmojnë njerëzit, të eliminojnë padrejtësinë, të luftojnë korrupsionin dhe të respektojnë të drejtat e njerëzve, Allahu i lartësuar nuk ka jep pushtetin. Dhe e treta ka të bëjnë me përmirësimin e lidhjeve me njerëzit, përmirësim, rregullim. Ata që marrin pushtetin duhet që të kenë vendosmëri, të kenë përgatitje, të jenë të edukuar dhe të aftë që të përmirësojnë lidhjet mes njerëzve, të urdhërojnë për të mirë, të ndalojnë nga e keqja. Dhe sfundi, përfundimet janë dorë të Allahut të lartësuar. Mase shumë musliman e presin shpresën, duke pa vështirësi dhe mundimin që kalojnë muslimanët, ndoshta edhe poshtërimin në disa vende, faktin që nuk po ngrihet, domethënë në kohën që ata prisin shtetin islam, mund bëhen pesimist, mund t'i humbin shpresat, mund ta lënë punën. Muslimani ka bindjen se përfundimet janë dorë të Allahut. Dhe do të vinë ndihma e Allahut. Do të triumfojnë muslimanët, se punët janë dorë të Allahut, por atëherë kur muslimanët plotësojnë kushtet e fitores
dhe nuk ka dyshim që kushtet e fitores do të plotësohen. Pastaj Allahu i Lartësuar ka përmendur faktin se popujt para popullit me cilin po përballej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kanë quajtur gënjeshtar pejgamberët. Kështu që duhet durim ndaj kundërshtarëve. Fisi populli i Adit, i Thamudit, Firauni ka përgënjeshtruar Musain alayhi salatu wassalam, njerëzit e Medjenit përgënjeshtruan Shuaibin alayhi salatu wassalam, populli i Ibrahimit përgënjeshtruan Ibrahimin, populli i Lutit përgënjeshtruan Lutin alayhi salatu wassalam, por Allahu Rasul dha afat. Allahu jep afat në këtë botë kundërshtarëve të tij, armiqve të tij, por ama ka për të ardhur ndihmë Allah, ka për të ardhur ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Fakti që kanë pushtet për një farë kohe armiqt që u japin padrejti, u japin mundime muslimanëve, nuk do të thotë që nuk do t'u vijë atyre ndëshkimi nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që muslimanët nuk duhet demoralizohen në thirrjen e njerëzve në fenë e Allahut, në përçimin e të vërtetës, në përmirësim, në plotësimin e kushteve të fitores dhe triumfit. Muslimanët nuk duhet i humbin shpresat, nuk duhet demoralizohen. Këto janë ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Ka besimtar, ka dhe jo besimtar, ka dhe kundërshtar, ka dhe armiq. E kota mund të ketë sovranitet, mund të ketë pushtet për një farë kohe, ndërsa e vërteta do ta ketë pushtetin dhe sovranitetin deri në ditën e gjykimit. Bi'idhnillahi te bareke ve teala.